Turistët gjerman po interesohen gjithnjë e më shumë për vendin tonë. Grupet e organizuara kanë mbërritur sot në Durrës duke vizituar monumentet kryesore historike dhe kulturore si kulla veneciane apo amfiteatri antik. Turistët janë akomoduar në Hotel Melia dhe shprehen se për Shqipërinë dim pak gjëra. Kemi ardhur sot në Durrës, ishim në Tiranë dhe Berat, na pëlqen këtu. Po rritet interesi gjermanëve për të vizituar vendin tuaj dhe me këtë rast edhe ne do të bëjmë pak reklam për miqtë tanë. Pasi kanë parë amfiteatrin, ata janë interesuar rreth zbulimeve të reja në këtë monument kulture dhe theksojnë investimet e mëtejshme për zbulimin e plotë të tij. Është e rëndësishme që të investohet më shumë këtu, të jepen fonde dhe nëse do hyni në Bashkimin Evropian, besoj se do të ketë më shumë fonde nga ne. Këtu duhet investuar, jo të shkojnë fondet për luftra. Endrin Deriaku, guid turistike, thotë se gjithnjë e më shumë turistët gjermanfolës po e vizitojnë vendin tonë, ndërsa shton se me gjithë mangësitë, turizmi po zhvillohet dita ditës. Deri tani po vi gjermanofolësit, pra jo vetëm gjermanët, por austriakët dhe zvicerianët. Ka një interes të madh për Shqipërinë. Shqipëria është kthyer një destinacion turistik për gjithë botën tashmë, jo vetëm për gjermanët, por sigurisht kemi edhe ne mangësitë tona, kemi shumë punë për të bërë dhe shpresojmë që të ecim sa më mirë, sa më përpara. Ajo që turistët vlerësojnë më së shumti në vendin tonë vazhdon të jetë mikpritja dhe gatimet tradicionale.